Prandaj në këtë pikpamje e dim dhe kuptojmë qartë sa është e rëndësishme ta kuptojmë që vëllezërillaku jon, afërsia jon, dashamirësia e jon për hir të Allahut është thelbi kyç esencial kund të cilën ai që e bën do të gjenë qetësi shpirtërore në këtë jetë dhe takim me Allahun xhelle sha'nuhu i shpëtuar. Wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah. Allahu po thot keni frikë të gjithë. Por çështja e frikës duhet ta sqarojmë në pikpamje shumë të shkurtë. Nuk është për qëllim wattaqu, ittaqu, devotshmëria frikë, qysh nganjëherë kuptojmë vëllezër, frikësohemi nga krijesat, frikësohemi nga zullumi i dorës së njerëzve, frikësohemi nga pavetia dhe padituria, nga shkallësia krijuar nga Allahu, krijesa tjera siç janë shqyse njerëzit ndaj tyre. Jo. Këtu është për qëllim droja, ndërgjegjshmëria, ndërgjegjja jote e pastër, kepra ndërgjegje vëlla i dashur musliman, në këtë ditë se çka po bën, si po e çon jetën, çka po angazhohesh, si po është plani jot jetësor, cili është platforma javore, 3 mujore, 6 mujore, 1 vjeçare, sepse për të gjitha llogaridhënie do të ketë dhe për shumë çka do të ketë dhe ka vazhdimisht studime mbi shkenca eksakte dhe shoqërore të ndryshme për të përpiluar plane më strategjike për të arritur një synim dhe sukses saktuar sot njerëzit, qofshin në rrafshin social, qofshin atë ekonomik. Por ajo që duhet neve të na brengos është pikërisht çështja që ne mos ta çojmë kohën ndëm. Të jemi prej atyre që të kemi me të vërtet devotshmëri që e kënaq Allahu. Të jemi prej atyre që të bashkëpunojnë në mirësi dhe begati për hir të Allahut, sepse kjo është ajo që na pret ditën kur të takohemi me Allahun subhanahu wa ta'ala.